Hani dhe juve gjysmën e bukës deri sa vini nga supermarketi në shtëpi. Këtë bëra unë. Tani, bleva një bukën, të cilën është me fruta me kështu dhe e ha rrugës. Bleva një bukë tjetër që është normal. E ka fajin burri. Bleva këta kosrat për djalin. Se më tha që ik do të vitë të marrun me makinë. Tha edhe unë në makinë ha bukën. Luleshtrydhe të ngrira. Këto për djalin për në shkollë. Budallë qëra mora, edhe kushtuan gjithë ato lekë. Këto janë blueberries. Amita për djalin për shkollë. Të gjitha budallë qëra për në shkollë janë. Kjo është për mua. Kos. Fruta të thata, po si quhen këto kumbullat e thata, i gjeta. Vezët detyrimisht, se nuk pjellin më vezët, nuk pjellin më pullat, që i marrë nga halla e burrit, edhe i bleva në supermarket detyrimisht. Tani veza ka bërë pullën, apo pulla ka bërë vezë, nuk e dim. Nuk e di së të vej kjo video. 2 salatra të gatshme, qep të njoma edhe preshë, se dua që të bëj ngasër. Rushë, këta të dy, do me thënë 2 kopa në rush bëjnë 4 pound. Po ti marrësh të dy, po ti marrësh një bën 2 ca njëra. Bananet janë të lira këtu. Bananet këto të gjitha bën 1 ca, më duket. Ç'është kjo? Brokoli. E gjeta. Dardha 3 pako bëjnë 5 pound, po ti marrësh nga një bën 2,30 njëra, që kështu vete 6,90, që kështu 5,3 ja vlen. Një lakër të bardhë, 5 të tillë që bëjnë 5 pound, se po ti marrësh nga një bën 1,85 njëri, që kështu shpëton goxha lekë. Kosra për djalin për në shkollë, këto për ti marrë djalin për në shkollë me krem djathi, chia seed, se më duheshin, kjo bën 4,5, mos e pyesni. E shtrenjtë është, avokado të cilat I kishte, sa ishin, 88,1, më duket 88,5, ku di unë, aq më duket se I kishte, një kos tjetër për mua, edhe këtu që kam, kam edhe këto pijet për djalin, të cilat mu hapën atje ajo dhe u ashtush, po janë 4 bashkë. Këto të gjitha bën, prisni, 74,88. Pa mishe pa gjera të tilla. Mos e pyesni. Se harova t'u them, në qoftë se herën tjetër harxhon 50 pound, në magazin të bëjnë 5 pound ulje deri në fund të janarit është kjo. Që kështu kanë edhe gjëra të tilla promotion në për supermarketet këtu në Angli.